A mundesh më prezantu fillimisht? Premtim Avdio, për shotit Gjilekort, komunës Vitinjës. A mundesh më na tregu çka ju ka dëmtu stuhia? Stuhia e kësaj vere na ka dëmtu boston, pjepër, kallamaq edhe një 3 hektare gjysmë grum. Në total, sa hektari keni pas krejt? Në total 2 hektare kom boston, 2 hektar pjepna, 2 hektare gjysmë janë vidima, kongëll misiri janë 6 hektare. Kur ka ndodhur stuhia dhe sa ka zgjatur? Stuhia ka ndodhur pardje, një 20 minuta ka zgjatur. Çu shon ndjet pas stuhis, kur i pat në këtë gjendje? Vëjim të mo dhe po çka vjen prej Allahut mirë sa art, tash kjo është saktimi i Allahut. Është do me mall ball, po çka më bë. Po vlera totale e gjithë i bereqeti dikon e ka shifrën 51-60.000 euro. Do më thonë vetëm të mbjellurat e tua? Po, presmi prej komunës, presmi prej qeverisë, se shtir ball, ja dal. A ju kanë kthy ndaj përgjigje pozitive diçka që ka marrë me ju kompenzu? I kemi dorëzu, tash presmi, me dal komuna me vlerësu domet. Inshallah qeveria shlem pare mas pare. Se pa shlu qeveria, pi komunës s'ka kurrë. Unë veç për që tokë që 1.700 euro paguj vetëm qira. I bëja apel ministrisë që në del, në t'i lërson domet, sa vështirë mi a dalë. Se vjetë është vështirë me mbulu, leje më fitimin. është vështirë me mbulu, se domet janë ashtë mëdha që nuk ki shkashet gjithë shka. Krejt është shkatru në fusha. Jo vetëm po të one, po të gjithë fshatarët tonë, këto janë krejt shkatru në gjithë shka. A e bëni vetëm këtë punë? Po, unë mina vetëm me këtë punë, nuk kom tarna tjera ka. Nuk kom tarna tjera ka, vetëm me këtë punë mina. Si vjetë, veç i kom shtetë zotit, inshallah zotit, ne i kompenzon tjera ka. Që bereqeti kësaj vere, shkojt dëm krejt. Këtu më nuk ki qka shet, as në vidima, as në pjepna, as në boston,